e SPAK-ut dhe dosjeve në SPAK. Ju lutëm ndëgjojeni. Përshëndetje doktor, një informacion të veçantë. Tek dosja hakerimit të sistemit të SPAK-ut, hakeruesi përmend emrin e Ramës si personi që mund të ketë urdhëruar hakerimin. Pjesë nga dosja. Me datën 12 shkurt 2025, ora 21:17, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjonit një foto që duket si faqe interneti nga e cila mund të aksesohet sistemet e SPAK-ut. Më pas, ai i dërgon një SMS me përmbajtjen. Mos e hapsha dot. Më tej, Arnold Rokaj i dërgon sërish një SMS Zambak Gjonit. Se do t'i shkruaj Rams, e hajt t'ja u bëjmë ropt. Pra, Arnold Rokaj e kishte numrin e Rams. Dhe Arnold Rokaj, sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhanat e faqes, hajt t'ju bëjmë këte late me gjuhën e lubis, se këte gjuhë kishën ata njeri me tjetë, ja paloshe, jo këshu e është gjitha më tapja. Pra, nga përmajtja e këti komunikimi, krijohet bindje arsyeshme se veprimet e tetuarit kanë të bëjnë me ndërhyrje të paautorizuar në sistemet e SPAK-ut, me qëllim dëmtimin e tyre përmes shpërndarjes së dokumentave tek persona të tretë, duke ja dërguar Rams dokumentat. Ati thot do ja dërgoj, thot. Në vim, me datën 21 shkurt, do më thënë 10 ditë më vonë, i heturi Zambak kërkon informacion dhe për arrestim në shtetasit Angela Gaci. Pra, Angela Gacit i kishte ardhur flet arrestin nga antimafia italiane apo nga shkaqet tjera. Ndërsa Arnoldi shprehet, ja ta shikoj njëherë, po qënë si ka kush prokuror e ka, nga këta që ka mund, se ka njëri. Nuk e ka njëri nga këta, se këta i pas të ndarë prokuror, cilë duhet ti hakerojnë.